gjitha proceset që do të vinë. Pra është koha për t'i lënë hatërmbetjet, çfarë do që janë ato dhe të vazhdohet tutje në funksionalizim të institucioneve, gjithë që pret edhe LDK-n? Absolutisht po. Nuk shkon politika me hatërmbetje, unë mendoj që gjithë duhet jenë funksion, përveç atyre që ndoshta e kanë edhe qëllim që ta pengojnë një bashkëpunim, do të thoja të ashëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës me subjekte tjera politike, ndoshta në këtë rast edhe me lëvizjen vetë vendosje, për t'i themeluar institucionet e vendit. Nëse dikush ka agjend për të ndaluar këtë proces, atëherë nuk do të lejojmë. Kështu sepse ne jemi të thirrur që të vendit t'i ofrojmë stabilitet politik dhe institucional, jo për shkak të pozicioneve individuale të askujt, por për shkak të disa parimeve që ne duhet t'i vendosim mënyrë që të themelohen institucionet dhe vendi të ecë tutje përpara. A ka hatërmbetje, zotri Abdigjiku, a do të mund t'i kaloj këtë përplasje me kryetarin e DGSP-s dhe Lipjanit? Duke marrë parasysh rëndësinë e këtyre pikeve. Jo, nuk ka hatërmbetje. Ka mund të ketë edhe më herët, do të thotë edhe në procesin e 31 janarit ka pas përplasjet e tilla, madje ata ndoshta kanë mund edhe atëherë të jenë kundër vazhdimit të mandatit të kryetarit Abdigjiku, por asnjëherë nuk ka pasur hatërmbetje dhe gjithmonë do të thotë i ka t'i kaluar ato. Absolutisht se po, se nuk jemi këtu për që të bëjmë politiken me inati dhe me hatërmbetje. Ne duhet të funksionojmë mbi bazë të disa parimeve të cilat na lidhen, mbi bazë të programit dhe mbi bazë vlerave që i prezanton Lidhja Demokratike e Kosovës. Unë mendoj që nuk është deri në atë nivel hatërmbetja,